Përshëndetje miq të televizionit Syri, kudo që jeni duke na ndjekur. Ka disa ditë që agjerimi është bërë pjesë të gjitha familjeve muslimane kudo që janë. Dhe kjo është një mirë sepse begatia familjare përgjatë muajit të Ramazanit bëhet gjithnjë e më e begatshme në familjet e tyre. Agjerimi gjatë Ramazanit është një nga detyrimet fetare të muslimanëve të përcaktuara sipas Kuranit. Se cilat janë detyrat e muslimanit gjatë muajit të Ramazanit, cila është sjellja atyre gjatë këtyre 30 ditëve, çfarë obligime kanë ata gjatë agjerimit dhe mbi të gjitha si duhet të jetë një sofër e Ramazanit gjatë të gjitha ritualeve. Ne kemi ftuar dy përfaqësues fetar, të cilët edhe kësaj radhe fal bashkëpunimit të vazhdueshëm të Bashkisë Islame në Gjakov, bën pjesë e misionit me Elditën në mënyrë që të jemi sa më afër me të gjitha agjëruesit musliman të cilët vazhdueshëm janë pjesë e programeve tona. Të ftuar në studion ton kemi zotin Arsim Morina, imam në Xhaminë e Sefes. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Dhe zoti Enver Gjia në Mejtepin Halil Efendiu. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Fillimisht urime dhe begati në muajin e Ramazanit dhe qofti shëndetshëm dhe u apranofshin të gjitha lutjet të gjithë juve, por gjithsesi edhe juve që jeni në studio. Ju faleminderit. Jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, një muaj kur muslimanët ndrojnë pak atë ritmin e përditshmërisë së tyre. Na bëj pak më të qartë, cila është detyra e muslimanit në këtë muaj të agjerimit? Atëherë fillimisht shfrytëzoj rastin që t'ju uroj edhe unë juve dhe stafit tuaj dhe gjithë qytetarëve dhe gjithë ata që na përcjellin në këto momente. T'ju uroj muajin e bekuar të Ramazanit për shkak se kjo është një sezon e cila nuk zgjat vetëm një apo 2 ditë, mirë po është i tërë një muaj i plot, e që me siguri që çdo njeri prej nesh që agjerojmë përpiqemi që vërtet ta bëjmë një ndryshim të madh në sjelljet tona, në karakterin ton, që secili prej neve mundohemi që të përpiqemi që të arrijmë një nivel pak më të lartë të ndërgjegjjes sonë, të ngritjes sonë, qoftë në aspektin shpirtëror, qoftë në aspektin social, në aspektin human, dhe aspirojmë që të jemi më të mirë, të jemi më të devotshëm, për shkak se arsyeja finale, sepse Zoti na obligon neve agjerimin, është që ne të bëhemi të devotshëm. Andaj kjo vrehet tek gjithë ata qytetarë, të gjithë ata besimtarë që përpiqen në forma të ndryshme t'ja japin një shije, t'ja japin një atmosferë muajit të bekuar të Ramazanit. Andaj uroj që ky muaj vërtet të na bëjë neve më ndryshe, të na bëjë më të devotshëm dhe që të jemi më të ngritur në aspektin shpirtëror, në aspektin social dhe në aspektin human. Faleminderit. Cilat janë ato planifikime që ka bërë Bashkia Islame në Gjakov gjatë këtij muaji? Cila është ajo agjenda cila do t'i mbaj më afër të gjitha agjëruesit dhe të gjithë ata të cilët janë musliman? Bashkia Islame, si çdo vjet, përgatit një agjendë, po në përgjithësi Ramazani si muaj i bekuar vije me atë agjendën e vet të instaluar në shpirtin e secilit besimtar. Gjithsesi. Prandaj prej kohës së syfyrit, gjithë e dim që duhet të ngritur me një para përgatitje për një ditë e cila na prit dita agjerimi. Po sido që tjetë Bashkia Islame si çdo vjet, para përgatit imam të ndryshëm që të përcjellin xhamatin dhe ceremoninë fetare. Më rëndësishme nga ajo është namazi i taravive, e cila është, si të them, përmbyllja e ditës me një namaz të përmbledhur me një numër të xhamatlive, pak më të gjatë se sa namazet të rutinë, cilat i kemi, namazet të zakonshme të cilat i bëjmë. Leximin e Kuranit, i cili gjithnjë bëhet pas namazit të drekës, ligjërata të ndryshme në xhami të ndryshme me imam të ndryshëm. Kjo thjesht për të ndihmuar për të përcjell këtë kënaqësi të këtij muaji, po sido që tjetë nuk mungojnë prezenca e aktiviteteve të ndryshme vetëm nga Këshilli i Bashkisë Islame të Gjakovës, po edhe nga Myftylliku i Kosovës përmes rrjeteve sociale, me ligjërata nga imam të ndryshëm nga vend të ndryshme.
me lexim të Kuranit, aktivitete domethënë të kësaj natyre. Të cilat e sjellin në një farë forme një disponim edhe një socializim, ndoshta të gjithë muslimanëve të cilët frekuentojnë xhamit kudo që janë në komunën tonë. Dhe duket sikur është më e gëzueshme, sepse është muaj i gëzueshëm në familje, por edhe brenda institucioneve fetare. Padyshim, na e vrejmë këto çdo ditë, sidomos para Ramazanit, domethënë shtohet ajo pyetja që na bojnë edhe xhamatlit që janë frekuentues tregull xhamive tona, po edhe qytetarët e thjeshtë. Domethënë kur pyesim për shembull kur kanë me dalë ato vaktijat, kur fillon Ramazani si vjet, në cilën ditë, sa orë kemi maxhrusan, gjitha këto o bojnë pak më interesante dhe shohet që vrejet që është një kurreshtje tek gjithë njerëzit që me padurim e presin muajin e bekuar të Ramazanit. Shumë bukur e ceke në fillim, kur tha se vërtet gjërat ndryshojnë gjatë Ramazanit. Do më thonë, sikur se Zoti e ka bërë që çdo gjë e cila është e rëndom dhe çdo gjë e cila është e zakonshme gjatë jetës ose gjatë muajve të tjerë, në Ramazan merr krejt tretman ndryshe. Për shembull, është një fjalë profetike në të cilën Muhamedi alayhis salam thotë era e aroma ose aroma e cila e tajon, domethënë agjëruesi gjatë agjërimit, domethënë kur është agjërueshëm për shkak se na normal që nuk ushqehemi gjatë ditës dhe del nga lukthi një erë e neveritur për shembull. Edhe kjo thot Muhamedi alayhis salam është më e këndshme te Zoti se sa aroma e miskut që ju përpiqeni që t'jeni sa më pedant, që t'jeni sa me një aromë të mirë. Që do të thotë se Zoti në një farë mënyrë simbolike don me na tregu neve, do me na jap neve një mesazh se edhe ajo lodhja që ju përjetoni, edhe ajo kushtimisht, edhe ato gjërat e këqija të cilat dalin prej trupit, në Ramazan e kanë një status të veçantë. Për shkak se është muaj i shajt, është muaj i begatshëm, është muaj që çdo detaj, domethënë shpërblehet. Domethënë ne gjatë tërë ditës, domethënë vazhdimisht ne e thithim oksigjenin dhe e qesim dioksidin e karbonit, edhe kjo që është një proces i zgjatur, gjatë tërë kohës ne jemi në shpërblim. Sa janë të rëndësishme që agjëruesit, sepse ka agjërues të cilët agjërojnë për herë të parë, ti njohin ato ajetet kuranore në mënyrë që çdo ditë e agjërimit të shoqërohet edhe me interpretimin e tyre. Ka një rëndësi, po desha të ndërlidhem prakisht edhe me këta që e përmendi. Mram, hiç me larg, isha duke diskutu, duke bisedu me xhamatlit aty prezent në xhami, një kuriozitet ose them një fakt, nuk është kuriozitet, po është fakt i cili neve na kalon ka syt e përjetojmë, por nuk e ndijmë përjetimin e kësaj, është që së bashku me ditët e Ramazanit për Zotit mëshirshëm vijë edhe një erë para përgatitjeje në frymen apo në shpirtin e secilit besimtar. Një njeri i cili jeton 11 muaj me një trend të jetës të caktuar, të ndrojë jetën më një herë të nesërmen, pa marrë parasysh moshe, e sheh një entuziazëm, një eufori, një parapërgatitje të fëmijët. Fëmia i cili s'mund të rinë ndoshta me nxesin t'ia vunosh, konflikton, reagon me nonë, ku ka mbet me nxesi na u vonu, ta pret domethënë tin me një farë ndjenje shumë interesante, pa pas nevojë për disa fëmijëve të vegjël po mundohemi mirë prish hase je i vogël, hase asi përkundrazi e gjeni para përgatitje të çudit të mahnit. Kjo shije që vije bashkë me këto ditë të Ramazanit, vije dhe ai shpirti i para përgatitjes, i emocionit, ne quajmë shpirti i besimit dhe imanit, i cili nxit, si më thonë, rikëndell atë ndjenjen e përgjumosur 11 muaj të dikush që ndoshta edhe se ka ushqyer si duhet, se ka mirëmbajtur si duhet, po ja që unë e përmenda dhe me të vërtet më merr mirë kur ndëgjova që në disa prej shkollave shumica e nxënësve janë agjërueshëm, po një pjesë e madhe mësuesve, të cilët them drejtën me nxesin apo drekat ju vonohet e kanë vështirë ta përballojnë, po rrinë me lehtësi, edhe duke u mburr njëri me tjetrin që jam agjërueshëm, ai duke marrë. Po ta ilustroj. Në klasët ku unë jap mësim, mund të jenë 5 deri në 6 nxënës të cilët nuk agjërojnë, për x arsye të ndryshme, ndërkaq përqindja mbi 30 vet brenda secilës klasë, paktën ato klasë të cilët diskutuam dhe pam disponimin e tyre për agjërim. Po kjo thjesht nuk është i njëjti njeri kur 11 muaj jeton me një trend jetësor. Do të thonë
me njëherë kalën me një fazë të ndryshme, ekstreme, të hinë në regjim, po në regjim nuk mundosh gjatë gjithë vitit bësh regjime të ndryshme, po si përballon dot. Ndërsa në Ramazan bën një regjim që për shumicën e njerëzve është ekstrem. Është një ekstrem, domethënë ta lësh ushqimin e pijen e shumë gjëra për një periudhë, për një kohë 14 orëshe, kërkon kjo është thjesht një lloj mbështetje, një lloj o fillon prej besimit, po vjen me atë para përgatitjen e, që thonë është ndihma e Zotit, ndryshe nuk ka si. Po dhe nuk është mund ta bindesh dikën për ditë caktuar, për një muj ditë, është pak e vështirë. Po edhe plus brendësi, po plus me një farë emocioni, me një farë ndjenje kënaqësie, se me dhunë mund ta burgosësh ta bindesh apo me emocion dhe me dashuri edhe me. Kjo është edhe arsyeja pse pikërisht Zoti ka obliguar agjërimin. Për shkak se njerëzit me të vërtetë kanë nevojë për agjërim. Domethënë është shumë i dobishëm edhe në aspektin psiqik, edhe në aspektin e organizimit të jetës, edhe në aspektin emocional, është shumë i nevojshëm agjërimi. Tash ne kemi dëgjuar edhe nga ekspertë të fushave të ndryshme që flasin në aspektin e shëndetësisë. Domethënë aq i nevojshëm është dhe mu për këtë arsye shfaqet mëshira e Zotit ndaj neve që na ka obliguar me domos, po të na kishte lënë Zoti kështu me pas mundësi me zgjedh, ndoshta e kishim shtyr edhe pak. Mirë, po Zoti çaq i mëshirshëm është ndaj neve saqë na ka obliguar një muaj ditë. E për këtë arsye këtë obligim na bëjmë me kënaqësinë më të madhe. Që Zeki Hoxha edhe ata fëmijët më të vegjël edhe njerëzit që ndoshta gjatë tërë vitit janë konë me një jetë këtë ndryshe, domethënë dojnë që gjatë Ramazanit me qenë shumë disiplinuar dhe dojnë me plot kuptim e fjalës me përmbajt rregullave, normave të kushtet të agjërimit. Këto vlera që kjo është vlerë. Vlera të jesh i durueshëm është vlerë. Domethënë të sakrifikosh diçka është vlerë. Të jesh i disiplinuar është vlerë. Në këtë jetën që bëjmë për të jemi disiplinuar. Prej shkollimit, heshtja në klasë, përkushtimi ndaj mësuesit, ndëgjimi, leximi, një proces të cilat sunt po. Kjo sikur neve e kemi për 11 muaj e lëm pluhurosët brenda vetvetes tonë, por këtë muaj i nxjerrim në pak këto vlera. Këto vlera për t'i treguar edhe vetes së pari. Qërëse unë nuk jam ai personi i cili s'mund ta pret mëngjesin, as s'mund ta pret drekën, ose personi i cili me njëherë gufon, po personi që jam i durueshëm. Prandaj këto vlera don Zoti me na i nxjerrë dhe njëherë për domethënë këtë muaj që neve t'i tregojmë vetë që se unë mund të jem ndryshe. Edhe më të vërtetë në Ramazan secili prej atyre që marrin Ramazanin tregon që unë jam ndryshe. Nuk jam ai personi që isha dje, sot jem pak më ndryshe. Me i qetë. Konfirmoj këto, duke thënë çu kanë thënë testet fetare, duhet ta konfirmojnë. Domethënë se tekstualisht Muhamedi sa dhe nuk ka turp, nëse dikush të tenton t'ju bëj ndonjë të bëm juve, nëse ju ngacmon, nëse ju ofendon, qoftë edhe nëse tenton m'ju vra. Tekstualisht ka ardhur thënia profetike, thuaj inni saim, do të tregoj se unë jam agjërueshëm. Në një farë mënyrë unë vetëm se e kam krijuar një imunitet. Sjelljet e personave të cilët agjërojmë, kthehemi pastaj te ajo te ajetet që mbeta pa marrë përgjigjen nga ju, duhet strikt të jenë sipas kornizës që e don muaji i Ramazanit. Dinamika punës e secilit agjërues është e natyrshme, ai duhet dalën punë, të shkon, takohet me njerëz të cilët për X arsye mund ta ngacmojnë, ose edhe tipi ose natyra e punës është pak më stresuese. Si duhen ata, sa e kanë vështirë me mbajt se njerëzit shpërthejnë kur ka ndonjë paknatësi ose diçka tjetër. Ndoshta edhe nxjerrin nga goja ndonjë ofendim të padëshirueshëm, që pastaj mund të pendohen. Sa janë gatshëm agjëruesit që përkundër këtyre rrethonave ata të jenë strikt me sjelljen e tyre. Nëse imam si thirrsa të fesë, domethënë ata që na i promovojnë vlerat fetare, ndoshta për neve është me kënaqësi që t'i themi këto dhe i themi me mburrin më të madh. Mirë, po besoj që kjo pyetje më mirë kishte me qenë mi pyet direkt njerëzit që janë domethënë që agjërojnë dhe ata ta kishin japë përgjigjen më të sinqertë që buron nga praktika atyre. Se ata e shijojnë domethënë, ne gjithë e shijojmë ndryshimin që ndodh tani. Dhe e shohin që njerëzit janë shumë më të qetë. Janë domethënë këtë suaza normale. Dhe është shumë interesante, Zoti Xhelashanu kur ka dashur mi kriju njeriun, i thirr me lajket dhe engjujt i thirr dhe ju thot, "Ma sjellni forma të ndryshme të baltes, se du mi bëni krijesë. Edhe dua që ta bëj përfaqësuesin tim në tokë." Engjujt çuditur, duke thënë, "O Zot, a nuk po të mjafton ty se ne mjaftu shumë po të madhnojmë ty, po të falenderojmë?" Zoti ju thet atyre, unë e di atë që ju nuk e dini.
për shkak se tek ne është e brumosur epshi, është i brumosur e keqja, është e brumosur egoja, janë brumosur gjitha këto gjëra. E tash, gjatë agjerimit, gjatë disa sezonave, gjatë disa pjesëve, ne kur i bëjmë disa rituale, në një farë mënyre e shfaqim atë realitetin ton njerëzor, që jemi aty me engjujt, ndoshta edhe ndoshta ju atë i kalojmë. Për shkak se ne e sfidojmë vetveten. Edhe në Ramazan, në mënyrë praktike për shembull, ne e kemi ujin përpara, e kemi ushqimin përpara, dhe ndoshta dhe kemi nevojë me pi ujë, ndoshta kemi nevojë edhe me ushqy. Mirë po, e bëjmë një farloj sfide ndaj nesh se abstenojmë nga ushqimi, abstenojmë nga pijet. Nëse na jemi në gjendje gjatë Ramazanit, disa orë të tëra, që të funksionojmë në mënyrë normale, pa ujë dhe pa bukë, atëherë nuk jemi në gjendje që ta sfidojmë veten edhe ndaj disa veseve të liga të cilat ne i kemi. Është normale me pas ato vese. Mirë, po gjatë Ramazanit mundohemi që ti stopojmë dhe të mos i shfaqim ato. Ndoshta dikush kishte më pyet pse bashkëushqimi dhe pijen. Po. Sepse ajo është gjë normale, ka mujt me qenë agjerimi në format e tjera, po ne dimë që ne jemi dy komponentë. Ne jemi krijesat dy komponentë, që jemi domethënë shpirtërore dhe materiale. Domethënë materiale gjithmonë që e përmendin hoxha është toksore. Edhe është një farë graviteti që tërheq. Ndërsa shpirtërore është qiellore. Kjo është gjithmonë një lloj lufte, një lloj domethënë tërheqje nga sipër dhe poshtë. Prandaj unë ke herë përngjaj sikur ai zogu është shpirti, ndërsa kafezi është trupi. Gjithmonë zogu bën lëvizje majtas dhe det duke shikuar daljen, përderisa kafezi mban afër. Kjo është që dyja edhe ushqimi dhe pija janë materiale. Momentin që tërhiqen fillon të dobësohet kjo kafezi, të dobësohet kjo tërheqja materiale apo toksore dhe jep hapësirë më të lehtë shpirtërorës. Ky graviteti pak dobësohet. Prandaj qëllimi që ta dobësojmë, edhe shumë interesant që agjerimin e ka përmend pejgamberi sallallahu në hadith, në thënie thotë o ju të ri, do të kush ka mundësi për jush të martohet, le të martohet. Kuptimi i hadithit po. Pa ata të cilët nuk kanë mundësi, le të agjerojnë, sepse është më parandalueshme, më mirë për egon, për epshin, për nefsin. Më thonë, agjerimi si mjet, më thonë, ndal ato epshoret, materialet, më thonë, i kontrollon me një farë forme dhe jep hapësirë shpirtërorës apo asaj që ëngjëllorës pak më tepër. Kjo është ajo që neve në këtë muaj, Zoti don të nxjerrat ëngjëllorën prej nesh, të na ngrit dhe atë peshorën apo peshën toksore, magnetin toksor të na adopsoj një çik, domethënë të na adopsoj pak. Kjo është ajo, ndërsa A ndodh që gjatë muajit Ramazanit, e thatë edhe ju vetë, ne jemi njerëz dhe për gjatë 11 muajve mund kemi bërë gabime të ndryshme, mund ta kemi bërë dikën të ndihet keq, dikën ta kemi ofenduar me ose pa dashje, varësisht prej situatave, dhe gjatë këtij muaji një nga lutjet kryesore e atij njeriu është që t'i falën në një farë forme ato nëse i ka kuptuar se kanë qenë të gabuara. Fillimisht falendoj edhe ty dhe hoxhën sinema për bot një bisedë shumë kështu pa protokoll diqysh. Adine edhe kështu që po më pëlqen shumë. Është shumë e vërtet se na si qenie njerëzore, padyshim që ka njëherë mëkatojmë, edhe në raport me Zotin, edhe në raport me njëri tjetrin. Dhe sikurse mëkati është pjesë e pandashme nga ne. Na do mos kina me bo mëkate. Po të mos kishim bërë ne mëkate, Zoti ka thënë në disa vende në Kur'an, kishte m'ju larguar juve nga toka dhe kishte me sjell disa krijesa tjera, të cilat mëkatojnë dhe kërkojnë falje te Zoti. Andaj nuk është e keqe nëse ne bëjmë mëkat. Mirë po, e keqja është kur ne vazhdimisht vazhdojmë në mëkat. Andaj për këtë arsye ka ardhur Ramazani me na thonë, stop, ndalu pak. Ndalu pak se ki nevojë me kërku falje. Ki nevojë mu përmirësu, ki nevojë pak mu këndjell, ki nevojë pak me shiqu vetën tonë, cilat janë raportet tuaja me Zotin, cilat janë raportet tuaja me njerëzit në përgjithësi. Për shkak se feja pikërisht bazohet në këto dy paralele. Domethënë nuk ka mundësi tekstualisht në kohën e profetit Muhamedit alayhis salam ka qenë një grua e cila ka jetuar në Mekë, në vendin më të shenjtë. Mirë po ka qenë shumë e përkushtuar ndaj faljes, ndaj adhurimit, ka agjeruar në mënyrë vullnetare shumë, ka falur namaz vullnetar shumë. Mirë po sjellja e saj, me fqitë e saj nuk ka qenë në nivelin e duhur.
edhe tekstualisht është teksti shumë i rond fetar nëse themi, Muhamedi sa ka thonë ajo është në zjarr. Pa mendoni sa interesant, do të thonë është në zjarr një grua e cila është shumë e përkushtuar në adhurim. Mirë, po sjellja e saj në raport me njerëzit ka qenë jo në nivelin e duhur. Andaj, këtu vjen ai efekti i Ramazanit, domethënë, që neve të na filtroj, që neve të na kalit edhe në raport me Zotin, pra ndërtojmë atë nivelin vertikal mes nesh dhe mes Zotit, dhe ndërtojmë raportin horizontal me neve dhe me njerëzit në përgjithësi. Që të jemi një shembull, të jemi një krijesë e cila reflekton vetëm se të mirën. Për këtë arsye, agjërimi ka ardhur, domethënë, edhe në citatet fetare, domethënë në fjalët e Muhamedit alayhis salam, agjërimi i mirë është ai i cili njerëzit edhe i ushqejnë të tjerët. Për shembull, nëse ti jashtron një iftar, një agjërusit, pa marrë parasysh, nuk është patjetër me qenë ai i vobekt ose me qenë i varfër. Nuk është patjetër me qenë i varfër. Shtroja iftarin edhe familjarit tonë, për shembull. Nëse jashtron një iftar personit që ka agjëruar, do ta marrësh tërë atë shpërblim që ka fituar ai agjërues gjatë ditës, duke mos ju paksuar asgjë nga agjërimi i tij. Në një farë edhe në një moment kur një familjar për X arsye nuk mund të agjëroj, qoftë shëndeti ose diçka tjetër, nëse ai është i rregullt që të ftoj mysafir në familjen e tij, të cilët agjërojnë, është pothuajse e barabartë? Patjetër se është e barabartë nëse nuk agjëron për shkaqe të justifikueshme fetare. Për shkak se janë disa kategori të cilat i ka përmendur Zoti në Kur'an, që janë të liruar domethënë nga agjërimi. Nëse ata janë privuar që të agjërojnë mirë, por nuk janë privuar që të bëjnë vepra jashtëzakonisht të mëdha gjatë agjërimit, siç është në këtë rast domethënë shtruja e iftarëve e vepra shumë të tjera madhështore. Po. Deshet të thoni po? Po, hoxha domethënë potencoj shumë bukur që gjithmonë ato të them rritet fetare nuk kanë për qëllim të mësojnë njeriu lëvizje të caktuara fizike, po kanë për qëllim edhe duhet të nxjerrin në pa shpirtërorën e secilit prej nesh. Prandaj edhe kur Zoti i Madhëruar flet për namazin pikërisht, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, më të vërtet, do të namazi të largon nga të këqija dhe të irrituarat. Prandaj kanë thonë dietarët që nëse dikush do ta di namazin a ka të pranuar apo jo, ta shef në raport me të këqija dhe të irrituart sa është i larguar. Nëse namazin apo ibadetin e caktuar e kryen, po në raport me punët jashtë xhamisë, jashtë ibadetit, sjelljen në përgjithësi nuk e ke, domethënë të përputhur, dihet që namazi nuk është duke, domethënë reflektu pikpyetje. Ashtu është e njëjtë edhe me agjërimin. Edhe mu për këtë, prap një thënie profetike, që neve përdorim se ndonjëherë po ju përsërisim xhamatit, po thonë hoxh, nisoj për temat. Po është shumë e vlerë sepse brendësia e saj e përçon mua atë që hoxha e potencoi. Edhe me agjërimin, domethënë ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai i cili nuk e lë fjalën e keqe, po flasim tash për agjërimin, saktësisht. Ai i cili nuk e lë fjalën e dëmshme apo fjalën e keqe dhe punën me të, domethënë edhe punën e keqe, do të felejse lillahi hajj. Zoti nuk ka nevojë që ai person ta lë ushqimin dhe pijen. Që në fakt nga kjo del që të larguarit nga pija dhe ushqimi është ndihmës, është shtytës apo vjen në rendin e dytë për të dërguar secilin prej nesh për të arritur të qëllimi që ti të largosh nga punët e këqija dhe të irrituara. Nëse nuk ke arritur, atëherë s'ke bërë gjë me largim nga ushqimi dhe pija. Kjo faktikisht është një mjet, ndërsa qëllimi është të neve të jemi më të përsosur sa i përket punëve dhe veprave. Kjo është ajo, domethënë, në parim është puna, është sjellja. Mu këto që edhe kjo grua ka qenë në raport me punën fetare, me ibadetet meritet, ka qenë e kompletuar ndoshta po. Por i ka munguar ana tjetër. Nuk ka reflektuar, që do të thotë nuk kanë qenë rregull, kanë pas defekte gjatë punës, nuk ka reflektuar ibadet në raport me atë njerëzorën. Prandaj edhe nishan gjëja që njerëzorja, unë shpesh në gjitha citatet kuranore dhe hadithet profetike, thënie profetike, e sheh që Allahu ka dhënë përparësi raportit ndër njerëzor, obligimet ndër njerëzor i ka vu para obligimeve në raport me të.
Sepse qëllimi apo ai obligimi ai s'prfiton asgjë për ato punëve që i bëjmë na. Mund të jemi gjithë ditën me kryeseze, po s'prfiton asgjë. Por në raport me punët që kemi, obligimet që kemi ndaj njëri tjetrit, kanë më shumë vlerë të Zotit se sa ndonjëherë Zoti ato që obligimet, cilat punë që janë në raport me të, i lën anash, ndërsa i merr në konsiderat punët ose obligimet që kemi ndaj njëri tjetrit. Prandaj thotë është shumë e rëndësishme kjo. Po. Dëshmorit i falit çdo gjë. Shahidit, çdo punë që ka bërë, vetëm një san si falet, një gjë si falet. Ajo është borxhi. Mirë, ai Zoti gjithë mëshirshëm. Për shkak të atij, domethënë dëshmori që dha gjakun, u vetë fliu për një kauz shumë të madh, për një punë kaq dha edhe shpirtin e tij, dha edhe domethënë materialin e tij çdo san. T'ia fali Zoti tash probleme me gradë më të lehtë, por një san nuk ia fal. Nuk ia fal borxhin, pse thotë Zoti? Ky është një hak, një borxh jo ndaj meje, po ndaj X-it, ndaj filonit. Pa ju vend nuk më thonë. Edhe thuhet që prapë thënie profetike thotë nuk thotë Zoti thotë nuk do të hyj thotë pejgamberi, nuk do të hyj thotë as xhenemlia në xhenem, në zjarr. Thot pa marrë dhe hakun e fundit prej atij xhenetlit që do të hyjë në xhenet. Po s'do të hyjë asaj në xhenet pa ia dhënë hakun e fundit atij që ka hyrë në xhenem. Çdo sa është në përpikshmërinë e saktë. Prandaj neve në fakt jemi krijesa për njëri tjetrin. Këtu e testojmë sa jemi të devotshëm edhe në raport me Zotin. Prandaj thoshte Imam Shafiu, i dietari i madh, përmendim shpesh, thotë nëse e shihni thotë dikon duke fluturuar. Njëri më rrinj që thojmë në populli, duke fluturuar thotë. Por në raport me punët në tokë, nuk përputhet ajo që është duke bërë me punën në tokë me njerëzit, merre hiçe në allonën e papuçën edhe gjuje, që tregon që s'është në rregull. Neve tregojmë se jemi të mirë, se jemi të devotshëm, kur jemi të mirë për njëri tjetrin. Kjo është dëshmia, kjo është diploma, kjo është ajo. Faleminderit shumë. Ne kemi edhe një material nga terreni, i cili korrespondon pikërisht me muajin e shenjtë të Ramazanit. E ndjekim materialin dhe pastaj rikthehemi për të vazhduar bisedën me dy të ftuarit tanë. Muaji i shenjtë i Ramazanit për shumë besimtar është pjesë e pandashme e jetës së tyre. Ka të tillë të cilët përkundër të gjitha obligimeve të shumta, asnjëherë nuk janë larguar nga agjërimi, duke konsideruar atë si një virtyt njerëzor dhe një lidhje shumë më të mirë me Zotin. Qëllimi kryesor i agjërimit është arritja e shkallëve më të larta të devotshmërisë. Të tillë kanë pa agjërimin edhe dy personazhet e emisionit ton, të cilët kanë mbushur 7 dekada që agjërimin e mbajnë çdo herë kur vjen muaji i Ramazanit. Haxhi Islam Rexha thotë se agjërimin e shoh si një pjesë timen dhe e bëj me shumë dëshirë. Vetëm në kohën kur isha ushtar, jam detyruar të ndërpres agjërimin. Ramazanin e kena inu qysh për 7 vetës. Dhe 70 vjetë kena inu. Po, vetëm se kam pas munges ushtarë, kur jam qenë ushtar i shkavit, 2 vjetë, se 4 muja të nuk është inu. Për tjetër këtë e kena inu, a kur të problemi, po, është nësi e madhe agjërimi. E min vetën njëri të lumëtën, edhe pa të lodhen heqë, se kjo është besimi të Allahi, po është i falë. Ndërkaq profesori Nusret Ferizi sot e takuam në njërin nga xhamitë e qytetit, derisa po kryente ritualet fetare. Ai na tha se që nga mosha 9 vjeçare ka filluar me agjërim dhe asnjëherë nuk e ka ndërprer. Me agjërim kom fillu qyshen fëmijin e hershme. Dhe deri në ditët e sotit pa ndërprej. A me thonë kom fillu moshën 9 vjeçare deri tash në 79 vjeçare që jam. Pa ndërprej. Kom fillu vitin e parë që e majnë men me ditë, disa ditë mujtë e Ramazanit. Se kanë qenë, mujë e Ramazanit ka qenë në verë, me ditën e gjatë 16 orë. Me qenë se kom qenë edhe i dopt ka shëndeti, është dashtë që ta ndërprej. E kom bo një jetë me agjeru kretë mujin, po për shkak kushteve të rona që kanë qenë klimatike, është dashtë me ndërprej. Pas ati vitit parë, deri me sot nuk e kom
Nuk e kam humbë asë një ditë të agjerimit. Dikur iftari dhe syfyri kanë qenë më ndryshe, edhe pse ushqimet kanë qenë më të pakta, njerëzit për rreth që nuk kanë qenë agjerueshëm, nuk janë ushqyer para tyre, thonë këta dy zotrinj. Para 50 vjetë, Ramazani o konë ma i rujten. Shë konë ma i rujten, dhe më thonë nuk kanë mujtë më hongër njën tjetëri më hongër ashtiqare. Tash shumica kajtë në për rruga, në për aty, s'ka kur farë lezeti. Atëherë ka qenë shumë më vështirë të agjerohet Ramazani se sa në kohën e sodit. Në kohën e sodit, Është rregull islam që sofra e Ramazanit t'i gjejë të gjithë së bashku. Në Ramazan është kusht. Si fyrin mu qëtën zbashti, kush e inan, kush mundet, me inu edhe duhet me lënë për një rame. Trak, kur të bëtë iftari, duhet me prit në sofrë, sikur duhet me bëtë dua me i lutë Zotit, edhe si të bëtë iftarë, tënë për herë me bëtë iftarë. O rregull islam është ai. Ndërkaq profesori Ferizi thotë se edhe kur kemi pas ditë të vështira, prap nuk e kemi prishur agjerimin, sepse është obligim i secilit musliman. ka qenë shumë e vështirë koha. Ku ma gjeru tinëzër. Në shpi, të u pa shëndetin tam të ligë, jonë mundu me më pëngu. Në shkollë nga kanë pëngu jashtë zakonisht shumë. Në shtishin të sust me pi ujë, me prish agjerimin. Kështu që ka qenë shumë vështirë në fëmijëri. Krahas agjerimit, edhe haxhi është një element i rëndësishëm, thot Baca Islam. Ka dosh Zoti, i kem 3 gjallar në familje, edhe një pi djali motrës, 4, i kene gjallar më të mirë të mosi. Për sot. Edhe haxhin e kena kryer laje, familja, të ne kena kryer haxhin. Ka 2 herë, 3 herë. Ndërkaq profesori Ferizi apelon që secili nga muslimanët të provojë të agjeroj, sepse ai të sjellë të mira në shëndetin mendor dhe fizik. Kretë të rive rinisi ku isha thonë të agjerojnë se është e dobishme për shëndet mendor edhe për shëndet fizik. Ata të cilët e agjerojnë i din të ose gjana, din. Ata që s'agjerojnë, letë provojnë e të fillojnë me agjeru. E do të përjetojnë këto shkajtash. Ramazani është një muaj që zgjon dëmshurinë dhe solidaritetin ndaj të tjerëve, në veçanti ndaj të varfërve. Gjatë Ramazanit nxitemi të japim sa më shumë, duke i mundësuar vetes të marrin pjesë në shpirtin e ngrohtësisë, dëmshurisë dhe vëllazërisë. Pas këtij materiali të bukur, jemi rikthyer për të vazhduar bisedën me 2 të ftuarit tonë. Një muaj që besojmë në ndryshimin në vetvete, besojmë t'i falim vetvetes gjithçka të bukur dhe njerëzve të cilët na rrethojnë. Është një përgatitje e jashtëzakonshme edhe në ambientet tona kur bëhet fjalë për iftarin e begatshëm, për syfyrin e kështu me radhë. Por ne jetojmë në një vend kur shtresat tona familjare janë të ndryshme. Shoqëria jonë sa i përket financave ndryshon nga familja në familje. Gjithmonë janë përmendur edhe në emisionet paraprake që nuk është të thënë që iftari të jetë ashtu shumë voluminoz. Shpesh shohim që diku është më ndryshe, diku është më ndryshe. Cila është rëndësia e iftarit? A është më rëndësishme të mblidhen, të jenë bashkë familjarët, apo ajo tryeza aty të jetë e begatshme? Kur i qasemi ajeteve, fjalëve të Zotit që flasin për agjerim, Zoti na tregon neve se edhe besimet tjera, domethënë kushtimisht edhe tek ebrejt, edhe tek krishterët ka pas agjerim. Mirë po, ajo që e bën të veçantë, ndër gjërat të cilat e bën të veçantë agjerimin ton, është se ne kemi kohën e iftarit dhe kemi kohën e sefyrit. Pra që ka një limit kohor
që duhet kur e fillojmë agjërimin dhe kur e prishim agjërimin. E padyshim se iftari, përveç aspektit të jashtëm, e ka edhe atë aspektin e brendshëm, domethënë është një ritual që ne duhet ta konsiderojmë si një vetë të qenit kur ne e ham hurmen apo pim ujë, domethënë ne jemi duke adhuruar Zotin xhaleshanu. Për këtë arsye, Muhamedi alayhis salam na ka treguar dhe ka thënë se agjëruesi i ka dy gëzime. Gëzimi i parë shfaqet atëherë kur ai bën iftar. Po. Që shfaqet ky gëzim? Shfaqet për shkak se ti e bind veten se ka arritur një sukses. Dhe tash ka ardhur koha që ty duhet më të shpërblye sukses. Edhe në një farë mënyrë e merr atë që, domethënë, ka ardhur koha kur ti e përfundove, sikurse kur të merr kurorzuar një ditë. Është kurorzuar një ditë, sikurse kur të merr pjesë në një garë dhe arrin deri te finishin. Domethënë, aty është një farë emocioni shumë interesant. Edhe kjo është aspekti që duhet ta përjetojmë. Çdo agjërues duhet ta përjetojë këto. Nuk do të kuptuar gëzimin pse elhamdullah shoqëruar që e kryva ditën e agjërimit dhe tash po ha jo në këtë aspekt. Mirë po e përjeton për shkak se kurorzova arritjen time, suksesin tim dhe mundin tim. Me një farë mënyrë do të më shpërblet mundim tek Zoti xhaleshanu. Për sa i përket sofrës, normal edhe edukata fetare është që të jetë iftari sa më lehtë. Për këtë arsye Muhamedi sa më ka preferuar që të fillohet me hurma. Sot fal Zotit që në tregjet tona gjithandej ka hurma dhe ka edhe më cilësore, ka të ndryshme dhe një gotë ujë për shembull. Pastaj edhe të fillojnë domethënë ato pjesë tjera të ushqimit. Sofra mundësisht le të bëhet gjithmonë në bashkësi, bëhet ose në bashkësi familjare, ose me shoqni, ose me rreth, ose me njerëz. Edhe fal Zotit që tash është bërë traditë shumë e mirë që kushtimisht po them edhe nëse shkon edhe në restorante të ndryshme, domethënë e vren se është një fluks jashtëzakonisht i madh në kohën e iftarit, duke filluar kështu të kadaldale atmosferë, domethënë që Ramazani ta merr atmosferën e mërituar. Kështu që çka po duam më mësu për jush. Nuk është shumë e rëndësishme që ndoshta ato familje që nuk janë mirë financiarisht të kërkojnë diku mjeta më shumë, vetëm që ta bëjnë sa më të begatshëm, apo të shkojnë në bazë të standardit të tyre. Në fakt është diçka tjetër, domethënë për krah gjitha këtyre vlerave të cilat të pafundme, të urtësive, të mirave të ndryshme materiale dhe shpirtërore këtij muaji, kisha dashur me nxjerrën pa dhe një gjë tjetër që është shumë rëndësi, që mendoj që Ramazani si muaj ka ardhur për të na mësuar neve diçka tjetër. Cila është? Është për të na mësuar edhe anën e kursimit, për të na mësuar neve edhe vetë kursimin. Më thonë ne një leksion ekonomik, që është muaj përderisa je i distancuar nga të ushqyerjet dhe të pirjet, automatikisht është një lloj kursimi në vete. Po këtë kursim ta reflektosh edhe pak më tutje, jashtë kufive, domethënë brenda iftarit dhe syfyrit. Me këta disa prej xhallarëve, profesorëve thoshin ai i cili s'ka humbur kilogram, s'ka humbur në Ramazan vetiu nga procedi, ai dyshohet të ketë agjëru, domethënë në fakt edhe në ushqim, në iftarin që duhet. Dëgjova edhe për një profesionisti shëndetësor, mbrëm në një nga televizionat tona. Është muaj që duhet pauzuar pak prej këtyre, përmendim ushqime dhe këtu, duhet pauzuar vetëm kohën kur nuk hahet nuk pijet, po edhe mas asaj. Më thonë, kjo është ajo urtësia. Neve t'jemi, ato që kemi arrit me u kursy, mundësisht nëse ta ndajmë të tjerët. Më thonë, ta ndajmë të tjerët. Edhe çak disa përmendin, kanë bërë tema të caktuara hajdutet apo vjedhësit në Ramazan. Ne kemi vjedhës në Ramazan, që na vjedhin edhe kohën, na vjedhin edhe nga agjërimi, na vjedhin edhe nga kuletat. Për disa fatkeqësisht bëhet edhe barë Ramazani. Që është bëhet barë Ramazani se duhet blet gjithçka për iftar. Jo, më nuk blet gjithçka për iftar. Ne nuk kemi hungur të ditën jo për të mbi ngarku, mbi ushqyjen e iftarit atëherë. Atëherë për të ufu mas asaj, domethënë u çka bëna se hungra shumë. Kjo thjesht më kam ju bononave tona dhe bashkëshortëve. Kjo që në fakt një prej vjedhësve, një prej hajdutëve në Ramazan shumë të mëdhenj, sidomos të gjinisë firmore, që i merr nga koha e vlefshme. Që Ramazani si kohë nuk është vetëm kohën kur agjërojmë, po është ibadeti dhe të mirat e saj dhe vlera e saj, çdo punë e mirë është 24 orë. Po. Ndërsa me plot përkushtimin, me plot vlerësimin që japin nënave tona, po
një pjesë e madhe kohës së tyre, nuk them 4-5 orë, që duhet ndoshta të përkushtohen në ibadet, në përmendjen e Zotit, në ngritjen e vlefshme, i kalojnë nëpër kuzhina. Nëpër kuzhina apo vjedhës i dytë para televizorëve, vjedhës i tretë para mediave sociale, para Facebookave, ku ta diune, vjedhës i pestë, domethënë vetë niftar e masnej sepse vetë koha namazit teravive, në momentin që po mbi ngarkohet, po mbi ushqesh, në iftar namazin e teravih po ke vështirësim, po ke vështirë me falë 20 rekate. E kjo koha nga iftari deri në syfyr, e dim cili është ai limiti kohor. A është më mirë që ai në darkë të flej më herët e pastaj të prish gjumin dhe ta kryej syfyrin, apo të vazhdoj deri në një kohë të caktuar para përfundimit të orarit të syfyrit, prap të ushqehet edhe të bi në gjumë. Kam dëgjuar se është mirë të flesh e pastaj është më e besueshme te vetja. Ma konfirmoni pikërisht cila është më e saktë. Edhe gjumi tek ne, domethënë gjatë Ramazanit shpërblehet. Domethënë koha kur ne flem është problem. Për shkak se kemi nevojë të flem dhe kemi nevojë që ta fitojmë energjinë dhe të jemi më aktiv, qoftë gjatë ditës duke agjëruar dhe qoftë gjatë natës duke u falur. Për shkak se Ramazani karakterizohet, shumica e agjëruesve e konsiderojnë vetëm sukses nëse arrin që të agjërojnë. Hoxha përmendi shumë mirë, domethënë me agjëru vetëm me abstenu prej ushqimit dhe prej pijeve është agjërimi më lehtë që bëhet. Për këtë arsye na kërkojmë nga njerëzit, kërkojmë nga agjëruesit që të japin ngjyrë agjërimit. Domethënë thjesht, domethënë mu largu prej ushqimit dhe prej pijeve që ka shumë e lehtë. Mirë po ejani që edhe gjatë natës domethënë të marrin pjesë në ato mirësitë e shumta të cilat i ka agjërimi. Për këtë arsye pra gjatë Ramazanit është praktikë profetike që ne ta falim namazin e natës. Dhe për me falë namazin e natës duhet një farë energjie, duhet një farë lloj elani, edhe që duhet me orë të tëra të qëndrojmë. Ndoshta nuk mundesh më falë shumë, falu aq sa ke mundësi. Mirë po, hape Kur'anin, edhe lexoje Kur'anin, për shkak se Kur'ani ka zbritur në Ramazan. Dhe e shohim se shumica e librave më famoz në fen ton janë shkruar pikërisht gjatë Ramazanit, për shkak të bereqetit që ka Ramazani. Andaj edhe ne duhet që secili prej neve Zoti na ka jap aftësi të cilat ndoshta nuk i ka tjetri. Mirë po, ejani që gjithë në Ramazan të bëjmë gara dhe ta zbulojmë vetveten tonë. Ta qesim në pa atë forcën që na ka jap Zoti xhaleshanu. Ndoshta kemi mundësi të lexojmë. Ajo që ne më shumë të fokusohemi është në 3 sfera. Domethënë është agjërimi ditës, është namazi që bëhet natën dhe është pjesa e Kur'anit. Domethënë, nëse i kemi në planin ton ditor këto 3 sfera, atëherë ne kemi vetëm se kemi ngrit vetveten tonë. Edhe është e katra, është aspekti social, kush ka mundësi materiale, që ta jap zeqatin, të jap sadakat, të jap lëmosh, të shtroj iftare dhe t'ju ndihmoj domethënë njerëzve të tjerë. Desha të them të ndërlidhem me ato që Patjetër. Çdo punë e mirë në këtë muaj, për dallim prej muajve të tjerë, ka një tretman të veçantë, se vapet janë 11. Domethënë të çdo pune. Saqë thot pejgamberi selam thot nuk them thot në leximin e Kuranit, nuk them elif lam mim, sikur a b c. Nuk thot elif lam mim a b c 10 sevape, po them një fjalë, nuk them vetëm një fjalë, për shemb, vetëm Ramazani ke 10 sevape për secilin shkruajnë. Elif ka 10, lam ka 10, mim ka 10. Don për secilin shkruajnë. Në fakt përfundimi i Kuranit në këtë muaj nga kopertina në kopertinë, nga fillimi në fund, do të thotë sikur të kesh lexuar jashtë Ramazanit 10 herë Kur'anin. Të falësh namazin e sabahut, në Ramazan është sikur të kesh falur 10 namazet sabahut jashtë Ramazanit. Të japësh në aspektin material 1 euro, sikur të japësh jashtë Ramazanit 10 euro. Këtu doja të dilja. 11, sevapet janë, shpërblimi të Zotit është 11. 11. Për ata quhet edhe muaj i begatshëm, edhe muaj i faljes. Por 11 është në fakt një muaj bën sikur të kesh punuar 11 muaj, sikur gati një vit kesh punuar. Shumë e mirë. Sa kemi disponim të njerëzve, të besimtarëve musliman, që gjatë muajit Ramazanit, krahas obligimeve të tyre njerëzore si musliman, ti kenë edhe ato humane. Sa janë të gatshëm këta Ramazanlisi që i quajmë ne në përditshmërinë tonë, që t'i ndihmojnë familjes kamore. Është interesant punë se ne jemi në terren. Megjithatë njerëzit e kanë një farë lloj besimi tek imami, tek hoxha. Po, kuptohet, është e padiskutueshme. Njerëzit gjithmonë thrasin telefon edhe
ta tregojnë një hall ose një derë. Dje më ka thirrë një person në telefon edhe tha hoxha unë jam interesuar më shtu disa iftare në xhami. Edhe u mundova mja nxof zonin kush është, po s'mujta mi kap. Duan të mesin anonim. Edhe i thash, po patjetër, thash, ndoshta sot e kemi pak agjendën e zonë, po në ditë tjetër tha, nëse ka mundësi sot, tha, për shkak se kam një farë date ashtu. Edhe insistova, thash, mirë, thash rregull, thash, e kemi një djalë që është sierkatari i xhamisë, i thash, merre këtë numër, thash, dhe koordino me to. Edhe tash kurresht jam, a di kush është ky person atin? E thirr djalin, thash, ç'është çu thirr dikush, thash edhe në rregull, thash, a mujtë mi ditë kush ke? Domethënë është interesante se njerëzit, domethënë fatmirësisht kanë qejf me bë mirë shumë, edhe dojnë më mshef atin. Kjo është ajo e mira që edhe na zakonisht mundohemi eduku njerëzit. Edhe unë jam iftare asaj, që ndihma të bëhet publike. Edhe na hoxhallarët, edhe na imamt, edhe na fetarët përgjithësi, nuk e kemi atë drejtën se të bëjmë monopol të njerëzit. Le njerëzit gjithë le të edukojnë ashtu çu dojnë. Na thjesht detyra jon, roli jon si pris fetar është që të vendosim disa korniza. Edhe thjesht brenda kornizave, sikur ky mozaik i bukur i tepihut për shembull që secili shkelqen. Edhe secili shkelqen atë mënyrën e vet. Don dikush me një hurm, don dikush ndoshta edhe si ka kushtet, mirë, por mirë vullnetare është i gatshëm që të kontribuoj. Dhe ku dim na se kush fiton më shumti. Për këtë arsye domethënë Muhamedi sa më ka thonë, ja ka tejkaluar 1 dirhem 1000 dirhemit. Pse? Ai njeri i cili e ka jap 1 dirhem për hatër të Zotit, ai bovaki e ka jap krejt pasurinë. Kurse ai i cili ka jap 1000, ndoshta ai ka jap 1000 shumë, konsiderohet shumë mirë, po për atë nuk është asgjë. Sa ndoshta i ka 1 milion. Domethënë ka shumë rëndësi. Po edhe potencon pejgamberi sallallahu thotë mos kurseni, mos t'ju vije turp që të mbani lidhjet njëri me tjetrin, fqinju me fqinin, komshiu me komshiun, qoftë edhe me një këmbë deleje. Do të thonë me një këmbë dele kur ki prej diçka ose ki zi diçka që merr një ashtë zije. Atë mos po shumë gjë thjesht në raport që mos i shkputni, edhe nëse keni këmbë dele me aqu kuishi çeja. Thjesht mani raportet, edhe thot në atë hadithin e shuar që kërkoni mbrojtje nga hidhërimi i Zotit qoftë edhe me një hurm. Jepe po patë, do të thonë jep, mëso që t'japësh. Është e vërtetë që njerëzit gjatë gjithë kohës, neve si shqiptar po na befason. Po përmes të organizatave humanitare, të cilat fal Zotit kanë marrë një organizim të mirëfillt, si në qytetin tonë Bereqeti dhe tjera, domethënë jetimat e Ballkanit të tjera, se duhet t'i bëjmë reklamas njerëz, po sido që tjetë kanë treguar që populli ynë është një popull human. Është popull human, edhe jo të them drejtën kemi befasu një hoxh pikërisht ato në media pa të potencu që jemi të i befasu tha edhe të Katarit, edhe princet e Katarit, si se ata në mësu me dërgu ndihma ushqime, po me i ble dikuj shtëpi, me i vu dikuj kul mbi kokë, më thonë, po jo me një, po me dhjetra, dhe më thonë me dhjetra shtëpi i banesa blen gjatë vitit në Kosovë, jo përmes hoxhallarë, po përmes njerëzve vullnet mirë, përmes njerëzve human. Kjo si popull me numrin që kemi në përqindje tregon se jemi më të vërtet, jemi një popull human. Sidomos në këtë muaj neve të them drejtën kemi problem me i lokalizu ndonjëherë dhe këta donatorët e iftareve. Nuk kemi ditë lira, po kam pas dëshirë. Tash fillon dhe sefyri për botë. Tani shumë mirë sepse fillon një atmosferë dhe më mirë, Po, sefyr, po. Po, edhe diçka sepse iku koha shumë shpejt me këtë diskutim kaq të këndshëm edhe profesional gjithsesi. Cilat janë ato elementet kyçe që një agjërues duhet t'ia vendos vetës parim thelbësor gjatë këtyre 30 ditëve? Çfarë nuk guxon të bëj një agjërues? Vetdia e agjëruesve tash është pak më ndryshe. Tash çdo agjërues i cili don më agjëru, domethënë është kurioztar me ditë disa rregulla, disa norma, edhe don me ditë pse më agjëru. Edhe kët kur e bën, domethënë me një vetdi të mirë, atëherë secili duhet të aspirojë, secili duhet të përpiqet, domethënë që ti braktis disa ligësi që i ka, dhe të mundohet që ti merr disa veti të mira. Për shkak se kjo është edhe ajo lufta që ne duhet ta bëjmë në mënyrë të vazhdueshme. Secili për neve duhet të përmirësohemi. Është shumë e vërtetë se ne kemi disa ligësi, mundohet që gjatë Ramazanit mu shkonërizu me to.
domethënë mi braktis gjithmonë dhe mundohu Mos i gjërat e kthehemi. mira që ti marrësh dhe ti veshësh në karakterin tonë dhe me dalë ditën e Bayramit me plot kuptimin e fjalës me apo për herë Bayramit. Faleminderit shumë Hoxh. Në parim ato domethënë baza apo ajo cila mesazhi i Ramazanit, cilat edhe i përsëritëm, po thelpsorët janë që ta di se cili që ajo që duhet larguar është ushqimi, pija dhe çdo marrëdhënie intime e personit domethënë me familjarët, me bashkëshortën në këtë rast. Edhe këto sa i përket domethënë ato materiales, po mbi gjitha që po të mësuam dhe ja vlen se cili të largohet nga çdo punë, nga çdo fjalë e keqe që mund të ofendojë dikën me dije apo pa dijen e tij, dhe të bëj çfarë do lloj pune se neve, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot nëse Hoxh ne nuk e dim haramin e halal, në çdo kush e din. E kemi të instaluar në shpirt. Prandaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse nuk e din thot një punë është halal apo haram, pyet zemrën. Të largohemi secili nga ajo që na largon zemra dhe të afrojmë çdo punë atë që na do zemra. Këto e din edhe fëmia në djep, e din edhe plaku. Kjo është ajo. Do thënë sjellje të mira, miqësore, rahat me vetveten, a? Kjo është gjithmonë të punohet gjatë këtij muaji që të jesh rahat me vetveten sepse nuk arrin pastaj me kriju situata të cilat do ta bëjnë të ndihet keq dikush tjetër karshi teje. Faleminderit shumë, uroj më të mirat për juve, të jetë një Ramazan ashtu siç duam të gjithë ne muslimanët dhe shëndeti të jetë kudo në familjet tona. Faleminderit për juve dhe për stafin, faleminderit. Kjo ishte tëra sa i përket këtij bashkëpunimi të sotëm kur bëhet fjalë për sjelljet tona në muajin e shenjtë të Ramazanit. Duke ju uruar të gjithë juve agjërim të pranueshëm, faleminderit, qofshi të begatshëm, të uruar dhe të gëzuar në familjet e juaja. Mirëmbëjtje.